Tani gjendemi në Pallatin e Kongreseve ku ka filluar vetë samiti i 4 për diasporën, natyrisht diasporën shqiptare, dhe deri me tani folës ishin Kryeministri Edi Rama dhe Ministri për Evropë Ferit Hoxha, që na prezentuan me samitin dhe natyrisht na shprehen mirëseardhje dhe në mënyrën që ata e përshuan se Shqipëria ishte një vend nga ku ikë gjithkush për një jetë më të mirë, ndërsa Shqipëria tani po kthehet në një vend ku edhe bota po e njeh për përparimet edhe avancimet që i ka bën, ndërsa diaspora tashmë është një urlëvizje e cila më nuk është si punkrahu apo mirët në punkrahu, po mirët me një nivel tjetër të punës ku faktikisht ka krijuar lëvizje dhe ka kaluar në nivele profesionale të cilat vetë se na kanë munguar kohë më gjatë. Do me thonë Shqipëria dhe kombi shqiptar sipas tyre gjithmonë ka ndryshuar aq shumë sa tashmë kemi marrë një pikë të rëndësishme në botë. Se sa do të akomodohet diaspora shqiptare në Shqipëri apo në rajonin ku shqiptarët jetojnë, edhe ajo ishte interesant ku thata që edhe fshatrat ku sa mendohet që bëhet jetë prej tyre, gjithmonë kam fjalën për Edi Ramën, si kryeministër tash ka mundësi që të shfrytëzohet për më të mira dhe natyrisht që është vend ku mendohet të kthehet edhe të bëhet jetë, edhe nuk vlerësohet më si punë apo krah pune, po sigurisht si partner për angazhim dhe avancim të çështjes kombëtare, sidomos shtetit shqiptar. Natyrisht fillimisht patëm disa probleme ne si kamerman për arsye se s'na lejuan më u fut me kohë, tu kërkuar që është protokolare, edhe pse mobilfonet e tash ka kaluar në nivel tjetër digital ku kush don me hy me rekorduar, ka mundësi me rekorduar, vetëm ai që ka kamerën profesionale është restriktuar. Unë mendova që na u bë pa drejt, sidos që të jetë, na jem këtu dhe do vazhdojmë ta përcjellum samitin dhe vërtet është madhështore kur kem diçka të tillë dhe kur popullata shqiptare kthehet me një energji që kam pa, me plot takimet që ku pas deri tash dhe qëllimet për investime në Shqipëri dhe anasjetës. Do vazhdojmë ta përcjellum samitin edhe një herë nga sa reagimi dhe zëri diasporës.